Kapitulli 7. Përshkruesit kryesor. Fjalët, ashtu si natyra, gjysmën e shpirtit e zbulojnë edhe gjysmën e fshehin brenda. Alfred Lord Tennyson. Ndjenjat që mbaj për prindrit tanë janë një derë drejt vetes. Ato, gjithashtu, janë një hyrje në 4 temat e pavetëdijshme, të cilat janë paraqitur në kapitullin e 5. Dhe ato na ndihmojnë të kuptojmë se cilat prej tyre ndikojnë dhe po veprojnë në jetën tonë. Ndërsa në këtë kapitull do t'ju kërkohet të përshkruani nënën dhe babain tuaj biologjik. Teksa e bëni këtë, lejojeni vetes që të jeni të hapur dhe të lirë në përgjigjet tuaja. Ndërsa punoni me ushtrimet që pasojnë, ka shumë gjasa që të zbuloni më shumë për veten se sa për prindrit tuaj. Nëse nuk e keni takuar kurrë prindrit tuaj biologjik, mund të vazhdoni direkt në kapitullin tjetër. Përshkruani nënën tuaj. Merrni pak kohë për të përshkruar nënën tuaj ashtu siç e kujtonit gjatë fëmijërisë. Si ishte ajo? Çfarë mbiemrash apo frazash ju vinë menjëherë në mendje? A ishte ngrohtë, e dashur, e ftohtë, e largët, e lumtur apo e trishtuar? Ju përqafonte shpesh apo përqafimet e saj ishin të rralla? Merrni një fletore dhe shkruani mendimet që ju vinë. Lëreni veten të shkruarishëm pa i filtruar fjalët. Pra, le të fillojmë me ushtrimin me shkrim numër 3. Përshkrimi i nënës suaj. Është shumë e rëndësishme që të merrni pak kohë për të reflektuar dhe për të përshkruar nënën tuaj. Mund të filloni. Nëna ime ishte, edhe e plotësoni me fjalët edhe përshkrimet që ju vinë natyrshëm. Gjithashtu, shkruani edhe për gjërat për të cilat e fajsoni atë. Unë e fajsova nënën time për, edhe shkruani ato pa u vetë censuruar. Shkruani gjithçka që mendoni. Mos e bëni këtë ushtrim vetëm me mendje. Është thelbësore që t'i vini fjalët në letër menjëherë ashtu siç ju vinë. Pasi të keni mbaruar letrën me nënën, bëni të njëjtën gjë për baban tuaj. Përshkruani babain tuaj. Si do ta përshkruanit atë? A ishte i sjellshëm, i qetë, i ashpër apo kritik? A ishte i përfshirë në jetën tuaj apo ishte më i largët? Shkruani gjithçka që ju vjen në mendje. Rezistojini impulsit për ta reduktuar ose për të përzgjedhur fjalët. Pra, ushtrimi me shkrim numër 4. Përshkrimi i babait tuaj. Babai im ishte, plotësojini me fjalët dhe me përshkrimet që ju vinë natyrshëm. Gjithashtu, shkruani për gjërat për të cilat ju e fajsoni. Unë e fajsoj babain tim për... Shkruani pa vetë censur, duke i vënë fjalët menjëherë në letër ashtu siç ju vinë. Ushtrimi me shkrim numër 5. Përshkruani partnerin, shokun tuaj të ngushtë ose shefin. Merrni pak kohë dhe shkruani lirshëm. Partneri, shoku i ngushtë ose shefi im është. Shkruani përshkrimet që ju vinë menjëherë në mendje. Unë e fajsoj atë për... Lejojini veten lirshëm. Lëreni fjalët që të rritin natyrshëm me çfarëdo që del. Ndërsa shkruani, mund të zgjedhni që të përshkruani partnerin tuaj romantik, nëse mund të keni, të përshkruani një mik shumë të afërt,
ose mund të përshkruani edhe shefin tuaj. Qëllimi nuk është që të gjykoni, por të vini re se ku ju çon mendja dhe zemra. Lërini mendimet që të dalin pa kufizime. Tani, rikthehu tek ajo që ke shkruar. Shikoni mbiemrat dhe frazat që kanë dalë spontanisht. Ato që keni shkruar pa i menduar gjatë. Këta përshkrues janë më shumë se sa fjalë. Ata janë një hyrje në botën tuaj të brendshme. Janë një pasqyrë dhe një dritare drejt ndjenjave që shpesh i mbajmë në kufin të pavetëdijes. Shpesh, mënyra se si përshkruajmë njerëzit e rëndësishëm në jetën tonë, pasqyron emocione të vjetra, pasqyron emocione të mbartura, të cilat nuk i kemi përjetuar plotësisht. Ato mund të na çojnë drejt kujtimeve të pashprehura për prindrit tanë. Kujtime që ndoshta nuk e kemi ditur se ende i mbajmë me vete. Këto fjalë që dalin natyrshëm nuk janë rastësi. Ato janë gjurmë. Dhe gjurmët na çojnë drejt rrënjeve. Shkrimi i një liste spontane me mbiemra dhe me fraza na jep mundësinë që të anashkalojmë historinë e rregulluar me kujdes. Atë rrëfim të pjekur që kemi ndërtuar si të rritur për fëmirin tonë. Përmes këtij shkrimi të menjëhershëm dhe të pakontrolluar, në këtë hapësirë të lirë, ku fjala del pa u menduar, pa u kontrolluar, mund të shfaqet e vërteta jonë më e vjetër. Mund të dalin në sipërfaqe qëndrimet tona të vërteta të papërpunuara. Ajo që zakonisht e mbuloj me arsyetime, me justifikime dhe me mënyrat e zakonshme të mbajturit veten nën kontroll. Këto fjalë që dalin natyrshëm na lidhin me besnikëritë e fshehta dhe të pavetëdijshme, të cilat ruajmë ende me prindrit tanë. Besnikëri që nuk i kemi sjetur vetë, por që i kemi trashëguar. Ato mund të zbulojnë mënyrat se si jemi shkëputur dhe se si jemi refuzuar nga njëri ose nga të dy prindrit, ose se si kemi marrë sjelljet që i shohim si të tyret edhe kur i gjykojmë si negative. Fjalët që shkruhen në mënyrë spontane nuk gënjejnë. Ato nuk mashtrojnë. Ato vijnë nga imazhet të brendshme që mbajmë prej kohësh, nga historia jonë e hershme emocionale. Ato që kemi krijuar shumë herë në jetë, dhe ndoshta e kemi bërë për të mbrojtur veten nga ndjenja e lëndimit ose nga dhimbja. Si fëmijë, trupat tanë ishin regjistrues të ndjesive. Gjithçka që përjetonim e ruanim jo si fakte, por si gjendje trupore dhe emocionale. Çdo përvojë hynte drejt në trup, dhe ruhej si një gjendje, jo si një mendim. Mbiemrat që zgjedhim sot na kthejnë pikërisht në këto gjendje të vjetra, së bashku me të gjitha imazhet që i shoqërojnë. Prandaj janë kaq të rëndësishme, sepse ndriçojnë pjesët e historisë sonë që vazhdojnë të na mbajnë të ngrirë dhe të papërfunduar. Ato na tregojnë për imazhet e brendshme. Nxjerrin në dritë ato imazhe të vjetra që ende na ndikojnë. Imazhe që kemi nevojë të shohim qartë në mënyrë që të mund të ecim përpara. Shumë prej nesh mbartin imazhe të dhimbshme të prindërve. Imazhe ku ata shfaqen si të largët, të pamjaftueshëm, të paaft për të na dhënë atë që na duhej më shumë. Kur mbeten të pakontrolluara, këto imazhe të brendshme mund të drejtojnë në heshtje rrjedhën e jetës sonë, duke krijuar një hartë të padukshme se si do të vazhdojnë marrëdhëniet dhe zgjedhjet tona më vonë. Por edhe këto imazhe janë të paplota. Ato përmbajnë një mungesë. Mungon një e vërtet thelbësore, një e vërtet që nuk është parë ende. Çfarë historie të dhimbshme mbajnë ato? Çfarë ngjarje traumatike fshihen pas tyre
të cilat janë aq të fuqishme sa mjaftuan për të ndërprerë rrjedhën natyrale të dashurisë në familjen tonë. Tani, shikoni fjalët që keni shkruar. A shfaqet aty ndonjë pakënaqësi që ende e ruani ndaj prindërve tuaj? A ka akuza të heshtura, ndjenja të pambyllura? Nëse po, ndoshta keni vënë re se të njëjtat lloj ankese që keni kundër prindërve tuaj mund t'i përjetoni edhe në marrëdhëniet tuaja të afërta me partnerin, me një mik të ngushtë, ndoshta edhe me dikë në punë. Shpesh, ajo që mbetet e pazgjedhur me prindrit tanë projektohet mbi njerëzit që kemi sot pranë. Kërkesat tona të pambushura, dhimbjet e vjetra, mungesat që nuk patën zë, gjejnë rrugë të reja për të shfaqur. Ajo që nuk u shërua në marrëdhënie me prindrit, rrallë zhduket vetvetiu. Përkundrazi, ajo krijon një model. Krijon një shabllon emocional që ndikon, formon dhe her pas here përsërit marrëdhëniet tona më të vonshme. Nëse do të kishim një marrëdhënie të vështirë me prindrit tanë, ajo që shkruajmë spontanisht për prindrit është një pasqyrë e qartë dhe zbulon menjëherë pakënaqësinë që ndjejmë dhe ende mbartim në brendësi. Edhe nëse këto ndjenja i kemi fshehur nga vetja për vite. Ato tregojnë lëndimet e pashëruara që vazhdojnë të ndikojnë në marrëdhëniet tona me të tjerët. Zemërimi i pashprehur gërryen nga brenda paqen tonë, duke na larguar nga vetja dhe nga të tjerët. Shpesh, disa njerëz ndihen sikur prindërit e tyre, sidomos nëna, nuk kanë dhënë dashuri ose mbështetje aq sa duhej. Kur rriten, këta njerëz shpesh vazhdojnë të ndihen njësoj. E përjetojnë këtë mungesë si një zbrastësi më të madhe, një bindje e heshtur se jeta nuk na jep kurrë mjaftueshëm. Në të kundërt, kur kemi pasur një lidhje të ngushtë dhe të afërt me prindrit, përshkruesit tanë nxjerrin në pa ngrohtësinë, butësinë, dhëmshurinë dhe kujdesin që ende mbajmë në zemër. Kur e ndjejmë veten të lidhur dhe mirënjohës ndaj prindërve tanë, ne zakonisht ndjehemi më të sigurt dhe më pozitiv në vetjetën. Brenda nesh lind një besim i natyrshëm se gjërat e mira mund të na vinë, se ka hapësirë për mbështetje, për bujari dhe për dashuri që vazhdon. Ndonjëherë, fjalët që përdorim për të përshkruar prindrit tanë tregojnë ndjenja të përziera. Dhe kjo është normale. Shumica e njerëzve kanë emocione të ndryshme për prindrit e tyre. Por zakonisht, mes gjithë këtyre ndjenjave del në pa një temë kryesore, një ndjenjë e thellë që ende nuk është zgjidhur. Dhe pikërisht këtë po kërkojmë të zbulojmë. Për disa prej nesh, mënyra si janë sjellë prindrit ende ndihet si lëndim, si refuzim apo si sulm personal. Tani, le të shohim shembullin e këtyre dy motrave, të cilat janë rritur në të njëjtën shtëpi dhe me të njëjtën nënë. Por, secila prej tyre ka pasur përvoja të ndryshme në fëmijëri, dhe për këtë arsye e përshkruajnë dhe kanë përjetuar nënën e tyre në mënyrë krejt të ndryshme. Shembulli i motrës së parë. Motra e parë thotë: nëna ishte e vetmuar, e trishtuar, e frustruar, e rrept dhe ndonjëherë e dhunshme. Ajo kishte një temperament të keq. Këto fjalë duken si një vëzhgim dhe një përshkrim i drejtë për drejtë i sjelljes së nënës. Sikur ajo po tregon çfarë ka parë dhe jo domosdoshmërisht se si është ndjerë. Për shembull, ajo mund të mendojë: nëna e kishte të vështirë, por nuk dinte ndryshe. Mund të ndjej keqardhje për të,
edhe pse e pranon se ajo ishte ashpër. Pra, për motrën e parë, sjellja e nënës nuk duket si diçka e drejtuar posaçërisht kundër saj. Ajo e sheh më shumë si pjesë të karakterit të nënës ose vështirësive të saj. Le të marrim tani shembullin e motrës së dytë. Motra e dytë thotë: mizore, hakmarrëse dhe abuzive emocionalisht. Këtu shohim më shumë dhimbje, një dhimbje të mbledhur, të pashëruar, me më shumë ngarkesë emocionale. Ajo nuk e përshkruan vetëm sjelljen e nënës. Ajo po e shpreh se si është ndjerë brenda vetes. Për shembull, ajo e përjeton nënën si dikë që e ka lënduar me qëllim. Mund të ketë ndjesinë se e ka urrëtur ose se e ka ndëshkuar në mënyrë të padrejtë. Mund të ketë ndjerë se askush nuk e ka mbrojtur. Ndaj, edhe reagimi i saj është i ngarkuar me fajsim dhe me gjykim. Ndryshe nga motra e parë, tek motra e dytë, sjellja e nënës shihet si personale, si diçka që i është bërë asaj dhe jo thjesht si pjesë e karakterit të nënës. Motra e dytë e ka përjetuar nënën si mizore dhe abuzive, dhe vetjeta i është dukur më e rëndë. Ajo është ndjerë e lodhur emocionalisht, e pambështetur dhe shumë shpesh e vetmuar. Mund të imagjinohet se sa ndryshe e kanë përjetuar jetën këto dy motra. Dhe pikërisht, kjo tregon se edhe pse dy motrat kanë pasur të njëjtën nënë, secila prej tyre ka krijuar brenda vetes një histori të ndryshme për të, një version të saj të bazuar në mënyrën se si ato e kanë përjetuar fëmijërinë. Motra e parë është më e distancuar emocionalisht, më e pranueshme, ndërsa motra e dytë është ende e plagosur dhe nuk është në paqe me atë që ka ndodhur. Dhe kjo ndodh shpesh në familje. Dy fëmijë e njëjta nënë, por dy botë krejt të ndryshme brenda tyre. Ndonjëherë, ne mund të kemi ndjenja krejt të ndryshme për dy prindrit. Mund të duam më shumë njërin dhe të ndihemi më të larguar nga tjetri, ose të mos ndjejmë fare dashuri për tjetrin. Dhe kjo ndodhi edhe me Kim. Kim, e cila preferonte teatrin në vend të nënës, u ankua se nëna e saj ishte infantile, ishte si një vajzë e vogël. Nuk mund të mbështetesha kurrë tek ajo, për asgjë. Kim thoshte se nëna e saj ishte si një fëmijë e papjekur, e pabesueshme, nuk mund të mbështetej, dikush që nuk ofronte mbështetje emocionale. Pra, Kim ndihej sikur duhet të ishte ajo e rritura, madje ndoshta të kujdesej ajo vetë për nënën e saj. Dhe kjo gjë e lodhte dhe e lëndonte. Ndërsa për babain e saj, ajo thot të kundërtën. Kur flet për babain, gjuha e saj ndryshon krejtësisht. Ajo e përshkruan atë si i mrekullueshëm, i kujdesshëm, i dashur, gjithmonë i pranishëm, njeriu i vetëm tek i cili ajo gjetë ngushëllim. Ajo shprehet: ne bëjmë gjithçka së bashku. Ajo madje beson se babai meritonte më shumë dashuri se sa i jepte nëna e saj. Dhe shkon aq larg sa thot se babai duhet ta kishte lënë nënën e saj shumë kohë më parë. Kjo na tregon se Kim jo vetëm që ka zemërim ndaj nënës, por edhe një ndjenjë tradhtie, sikur nëna nuk e ka mbrojtur as babain dhe as atë. Në fjalët e saj për nënën fshihet shumë pakënaqësi, shumë lëndime dhe shumë dhimbje. Ndjenjë braktisjeje, mungesë mbështetjeje, mërzi që nëna nuk ka qenë ashtu siç duhej, zhgënjim, madje edhe zemërim
që babai që ajo e adhuronte, vuante prej nënës së saj. Kjo dhimbje dhe kjo distancë emocionale të shfaqura tek Kim ndikojnë në gjuhën e saj thelbësore. Mënyra se si flet tregon boshllokun dhe shkëputjen që ajo ende e mban brenda. Kur e vendosim njërin prind kundër tjetrit, kur e idealizojmë njërin dhe fajsojmë tjetrin, pa e kuptuar, ne shkojmë kundër burimit të ekzistencës sonë dhe gjithashtu krijojmë një ndarje brenda vetes. Ne harrojmë të vërtetë të thjeshtë. Gjysma jonë vjen nga nëna dhe gjysma nga babai. Kur mohojmë njërin prej tyre, mohojmë edhe një pjesë të vetes. Dhe tek Kim ndodhi e njëjta gjë. Inati i Kim shërbeu vetëm për të nxitur neverinë e saj ndaj vetvetes. Dhe zemërimi i saj ndaj nënës nuk po ndëshkonte nënën, por po ndëshkonte veten e saj. Sa më shumë që mërzitej me nënën, aq më shumë rritej shqetësimi i saj brendshëm. Ishte si një burg emocional. Dhe e vetmja mënyrë për të dalë prej këtij burgu ishte që të bëhej e vetëdijshme për këtë ndarje të brendshme. Shumë prej nesh shpesh mbërten tek ideja se diçka që prindrit tanë na kanë bërë, na ka prishur jetën. Ne lejojmë dhe kapemi fort pas historive të vjetra, qoftë të sakta, të shtrembëruara, apo edhe të zmadhuara nga dhimbja. Edhe ne harrojmë gjërat e mira që ata na kanë dhënë. Prindrit, thjesht duke qenë njerëz, pa qëllim, ata mund të shkaktojnë dhimbje fëmijëve të tyre. Por kjo gjë është e pashmangshme. Problemi i vërtet nuk është tek ajo që ata na bën dikur, por është mënyra se si ne vazhdojmë të mbajmë atë gjë brenda nesh edhe sot. Në shumicën e rasteve, kur prindrit na kanë lënduar, nuk e kanë bërë me qëllim. Çdo njeri ka një moment në jetë kur mendon se prindrit nuk i kanë dhënë mjaftueshëm, qoftë dashuri, siguri ose vëmendje. Të jesh në paqe me prindrit do të thotë të pranosh si atë që ke marrë, ashtu edhe atë që nuk ke marrë prej tyre. Kur e pranojmë realitetin në këtë mënyrë, krijojmë hapësirë që të marrim forcë nga rrënjët tona, nga prindrit tanë, edhe nëse ata nuk ditën gjithmonë se si ta tregojnë dashurinë e tyre. Në thelb, shumica e prindërve, pavarësisht mangësive, kanë dashur më të mirën për ne. Edhe kur e shohim historinë tonë me këtë sy, atëherë fillon shërimi. Përshkruesit kryesor të zakonshëm nga një ndërprerje e hershme e lidhjes. Ka shumë prej nesh që në fillimet e jetës kanë përjetuar një largim ose një shkëputje emocionale nga nëna e tyre. Mund të ketë qenë një ndarje fizike, një mungesë e ngrohtësisë, sëmundje, humbje ose thjesht paaftësia e saj për të qenë emocionalisht e pranishme. Kur lidhja e hershme ndërpritet, ne shpesh rritemi me një ndjenjë të brisht brenda nesh. Luftojmë për të gjetur paqen. Është sikur nuk kemi një tokë të fortë nën këmbët tona, aty ku të qëndrojmë. Na mungon ajo ndjesia e thellë e sigurisë që na rrënjos në jetë. Më poshtë do të sillim disa nga përshkruesit e zakonshëm që shfaqen tek njerëzit të cilët kanë përjetuar këtë lloj shkëputje të hershme me nënën e tyre. Këto fjalë nuk janë rastësore. Ato zbulojnë plagën e brendshme, mungesën, boshllëkun ose ankthin që trupi ka mbajtur që fëmijë. 1. Mamaja ishte e ftohtë dhe e largët. Nuk kam pasur besim tek ajo. 2. Nëna ime ishte gjithmonë shumë e zënë. Nuk kishte kohë për mua. 3.
Unë dhe nëna ime jemi shumë afër, por është një afërsi e çuditshme. Ajo më duket si motra ime e vogël, dikush për të cilën duhet të kujdesem. 4. Nuk dua asnjëherë që të jem barë për nënën time. 5. Nëna ime ishte e largët, emocionalisht e padisponueshme dhe shpesh kritikuese. 6. Ajo gjithmonë do të më largonte. Ajo nuk kujdesej vërtet për mua. 7. Ne me të vërtet nuk kemi një marrëdhënie. 8. Gjithmonë jam ndjer më e lidhur me gjyshen. Ajo ishte sikur të ishte nëna ime e vërtet. 9. Nëna ime është egoiste. Ajo është shumë e përqendruar tek vetja. Gjithçka sillet rreth saj. Nuk më ka dhënë kurrë dashuri. 10. Ajo mund të jetë manipuluese dhe tepër e llogaritshme. Me të nuk jam ndjer kurrë e sigurt. 11. Kam pasur frikë prej saj. Nuk e dija kurrë se çfarë do të vinte më pas. 12. Nuk jam e afërt me të. Ajo nuk ndihet si nën. Jo në kuptimin e nënës. 13. Nuk kam dashur kurrë fëmijë. Nuk e kam ndier kurrë brenda meje instiktin e të qenit nën. A mund ta ndjeni dhimbjen që përfshihet në këtë përshkrues thelbësor? Në kapitullin e 11 do të hyjmë më thellë në gjuhën emocionale të ndarjes dhe në mënyrat se si mund ta rindërtojmë marrëdhënien me nënën tonë, qoftë edhe vetëm brenda vetes sonë. Është e rëndësishme që të kuptojmë se jo të gjithë ata që kanë përjetuar një ndërprerje të hershme të lidhjes me nënën ndihen të zemëruar ndaj saj. Shpesh, nëna mund të ketë qenë e dashur, e përkushtuar dhe e besuar. Megjithatë, edhe në raste të tilla, kur lidhja është ndërprerë shumë herët, një fëmijë mund të mbyllet pa vetë dije ndaj marrjes së kujdesit nga nëna. Në vend që të marrë, ai përpiqet të jap, të kujdeset për nënën si një mënyrë për të lidhur me të. Ndonjëherë, ndërprerja ka ndodhur aq herët sa që mendja nuk mban asnjë kujtim. Por trupi kujton. Edhe këto kujtime trupore mund të zgjohen më vonë. Ato mund të zgjohen kur përjetojmë distancim ose afërsi në marrëdhëniet tona si të rritur. Pa e kuptuar kurrë se pse, ne ndjehemi të pushtuar dhe mund të përmbytemi nga ndjesi të forta si frikë e papritur, shkëputje, mpirje, humbje kontrolli, ndjenjë disfate apo një boshësi e thellë sikur po shtukemi. Këto nuk janë reagime ndaj partnerit ton të sotëm apo të personave që kemi afër, por këto janë jehona të vjetra që trupi i njeh, por mendja nuk i mban mend. Ngarkesa emocionale në përshkruesit kryesor. Ngarkesa emocionale e fjalëve me të cilat përshkruani prindrit tuaj mund të jetë si një busull e brendshme. Një tregues i saktë i plagëve që ende keni brenda vetes, të cilat janë të pashëruara dhe ende kërkojnë vëmendje. Në përgjithësi, sa më e fortë dhe sa më e rëndë që të jetë ngarkesa negative në këto fjalë, aq më qartë shihet se ku ndodhet dhimbja e cila ka nevojë të shërohet dhe aq më i dukshëm bëhet drejtimi i shërimit. Ne kërkojmë pikërisht ato fjalë, fjalët që mbajnë peshë, fjalët që mbajnë shumë emocion, fjalët që lënë jehon në trup. Ndjeni ngarkesën emocionale në fjalët e këtij 27 vjeçari që përshkruan babain e tij alkolist. Babai im është i dehur.
ai është krejtësisht i padobishëm. Është një idiot, një humbës i plot. Nuk ishte kurrë aty për nënën time apo për ne. Abuzim dhe i dhunshëm ndaj saj. Nuk kam absolutisht respekt për të. Nëse dëgjon me kujdes, këto fjalë nuk janë thjesht përshkrime. Në sipërfaqe tingëllojnë si gjykime, por në thellësi ato janë plot dhimbje. Nën fjalët i dehur dhe i padobishëm, nën fjalët idiot dhe humbës, fshihet lëndimi i thellë i djalit. Fshihet një zemër e lënduar. Zemërimi dhe mpirja që ai shfaq janë vetëm shtresa të jashtme. Shtresa sipërfaqësore. Mënyra se si trupi i tij e mbron veten nga dhimbja më e thellë. Këto ndjenja janë më të lehta për të përballuar se sa trishtimi dhe dhimbja e vërtet. Por në thelb, sa herë që sheh babain të pi, ai ka shumë të ngjarë që të ndihet i thyer, i braktisur, i padukshëm, i pavlerë, i pambrojtur. Ky është thelbi i dhimbjes. Edhe në fjalët e tij, mund të ndjeni ndjenjat e nënës së tij ndaj babait të tij. Mund të dëgjoni hijen e zërit të saj. Edhe këtë mund ta dëgjoni përmes fjalëve të mëposhtme. Ai nuk ishte kurrë aty për nënën time apo për ne. Brenda këtyre fjalëve jeton pikërisht zhgënjimi i saj. Fjalët i padobishëm dhe kurrë aty për ne mund të kenë qenë fjalët e nënës së tij për burrin e saj. Fjalë që djali i ka përthitur dhe i ka bërë të vetat. Fakti që ajo ishte mbyllur emocionalisht në marrëdhënien me burrin e saj e bën të pothuajse të pamundur që djali të ishte i hapur ndaj të jatit. Për të qenë besnik ndaj nënës, ai nuk mund ta shihte më babain e tij me sytë e tij, por e shihte përmes dhimbjes së nënës. Në sipërfaqe, ai i qëndronte besnik nënës, qëndronte në anën e saj. Por, në një mënyrë të pavetëdijshme, ai po e ndiqte të atin hap pas hapi. Ai pinte si babai i tij dhe shpërthente në zemërim ndaj partneres së tij, derisa ajo e dëboi nga shtëpia ashtu siç kishte bërë dikur nëna e tij me baban. Në këtë mënyrë, pa e kuptuar, ai thuri një fije që e mbante ende të lidhur me të jatin. Ai siguroi që të mos arrinte kurrë më shumë në jetë se sa kishte arritur jati. Kjo ishte forma e tij e besnikërisë, forma e tij e mbijetesës. Edhe kështu, derisa marrëdhënia me të atin u shërua, ai vazhdoi të jetonte historinë e babait dhe jo të vetën. Përsëriti dhimbjen e babait, dështimet e tij dhe ndarjet e tij. Kur ai filloi të rikthente të jatin në zemrën e tij dhe të jepte vendin e tij të natyrshëm, diçka u çlirua brenda tij. Me babain e rikthyer në jetën e tij, ai nuk ishte më sepse ta mbante peg dhimbjen e tij. Ky djalosh u bë më i lirë për të zgjedhur rrugë të shëndetshme, marrëdhënie të shëndetshme dhe një jetë që nuk imitonte më dramën e brezit përpara tij. Kur një prind refuzohet, nënvlerësohet ose nuk respektohet, shpesh një nga fëmijët merr përsipër që ta përfaqësojë atë, duke përsëritur sjelljet që janë hedhur poshtë, ato të refuzuarat. Edhe shpesh, ky fëmijë bëhet bartësi i padukshëm i fatit të prindit. Fëmia fillon të jetojë sjelljet, dështimet ose dhimbjet që familja është përpjekur t'i flaktej. Është sikur në mënyrë të pavetëdijshme ai thotë: edhe unë do ta përjetoj këtë, që ti të mos e përjetosh vetëm. Duke imituar vuajtjet e prindrit, ai vendos veten në të njëjtin nivel me të.
duke përjetuar kështu vuajtje të ngjashme me shpresën e heshtur për t'ia lehtësuar peshën. Kjo formë besnikërie është e padukshme, por është e fuqishme. Dhe pikërisht me këtë lloj besnikërie, ai vazhdon të bartë vuajtjet duke i përsëritur në brezat e ardhshme. Por shpesh nuk ndalet me kaq. Ajo që nuk shërohet përsëritet. Ajo që refuzohet kthehet tek ne përmes formave të reja, përmes sjelljeve tona, përmes zgjidhjeve tona të partnerëve, përmes krizave që duken se na ndodhin pa arsye. Pikërisht për këtë arsye është thelbësori që të bëjmë paqe me prindrit tanë. Kur zemra fillon të zbutet, kur ndalojmë së mbajtur i gjallë historinë që na mban të ngrirë, diçka fillon të zhbllokohet brenda nesh. Dhe kjo, jo vetëm që na sjell qetësi të brendshme, por gjithashtu lejon që harmonia të përhapet tek brezat që vinë. Duke u zbutur ndaj prindërve tanë dhe duke hequr dorë nga historia që na pengon, kemi më shumë gjasa që ta ndalojmë përsëritjen e pakuptimt të vuajtjeve ndër breza. Në fillim mund të duket sfiduese, madje edhe e pamundur. Por gjatë viteve kam parë vazhdimisht njerëz që shërohen në mënyra të papritura sapo fillojnë të rikthejnë nderimin, vendin dhe peshën e prindërve të tyre. Ata gjetën rezultate të prekshme, gjetën ndryshime në shëndetin e tyre, përmirësime të fuqishme në marrëdhënie, rritje të qartësisë, të energjisë, madje edhe të suksesit profesional. Kur lidhja me prindin shërohet, diçka e thellë në jetën tonë vendoset më në fund në vendin e saj. Ndryshimi i imazhit të brendshëm të prindërve tuaj. 1. Lexoni përsëri përshkruesit tuaj bazë, këtë herë me zë të lartë. 2. Dëgjojini me vesh të rinj. A dalloni diçka të re? A keni dëgjuar diçka tjetër? 3. Vini re nëse fjalët e ngarkuara emocionalisht tregojnë se ende mbani ndjenja të pazgjidhura ndaj prindërve. 4. Ndjeni trupin tuaj ndërsa lexoni përshkruesit. A shtrëngohet apo relaksohet? Po fryma juaj, a rrjet lirshëm apo ngec? 5. Vëreni nëse ka diçka brenda jush që dëshiron të ndryshojë ose të zhvendoset. Mos e nxitoni këtë proces. Ndryshimi i imazhit të brendshëm të një prindi nuk vjen me forcë. Vjen me dëgjim, me hapje, me një gatishmëri të ngadaltë për të parë pak më larg se sa është parë deri tani. Kjo është mënyra se si fillon shërimi. Me një fjalë të thënë me zë të lartë, me një tension të vogël që më në fund njihet, me një frymëmarrje që kthehet sërish në trup. Përshkruesit tuaj kryesor janë shumë më tepër se sa thjesht fjalë në një listë. Ato janë porta, janë rrugë hyrëse drejt rindërtimit të marrëdhënies suaj të brendshme me prindrit tuaj. Dhe kjo është e vërtetë, pavarësisht nëse prindrit tuaj janë ende gjallë apo kanë ndërruar jetë. Marrëdhënia e brendshme mbetet. Ajo rezonon nëpër trup. Dhe pikërisht aty punojmë. Sapo të filloni të dëshifroni përshkruesit tuaj, të zhbironi ngarkesën emocionale që mbajnë, ndjenjat e vjetra, qëndrimet, rezistencat, gjykimet që kanë qëndruar të ngrira për vite të tëra, fillojnë të ndryshojnë, fillojnë të zbuten, fillojnë të lëvizin dhe fillojnë të marrin frymë. Mos harroni, sa më e madhe të jetë ngarkesa emocionale në fjalët tuaja, pra sa më e rëndë të jetë fjala, aq më e madhe është dhimbja që fsheh poshtë saj. Pas atyre fjalëve që shprehin zemërimin tuaj, shpesh
fshihet një trishtim i lashtë, një dhimbje që ka pritur kohë të gjatë për të ndier, për të njohur, për të dalë në dritë. Edhe është e rëndësishme ta dini. Trishtimi nuk i dëmton, ai ju çliron. Janë zemërimi, ngurtësimi, mbyllja trupore, të cilat ju ndajnë nga vetja, nga gëzimi dhe nga të tjerët. Trishtimi, sado i thellë që është si ai ujë që pastrohet vetë sapo t'i jepni mundësinë që të rrjedhë. Imazhi që mbani brenda për prindrit tuaj, mënyra se si shfaqen ata në mendjen dhe në trupin tuaj, ka ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës që jetoni sot. Si doni njerëzit, si punoni, si lidheni, si friksoheni, si shëroheni. Por lajmi i mirë është ky. Imazhi i brendshëm nuk është i ngrirë. Ai mund të ndryshojë. Nuk ju duhet të ndryshoni prindrit tuaj. Ato janë kujtime, janë histori, janë pjesë të realiteteve që ishin. Por mund të ndryshoni mënyrën se si mbani ato brenda vetes. Edhe atëherë, kur imazhi i brendshëm ndryshon dhe mënyra se si ndiheni, si reagoni, si jetoni. Shpesh, ky është momenti kur fillon shërimi i vërtet. Është momenti kur marrëdhënia me prindrit zhvendoset nga diçka që ju ndjek në diçka që ju mbështet.